Partia Demokratike në Bashkinë e Elbasanit po përgatitet për zgjedhje të reja për kryetarin e Degës, një proces me rëndësi politike strategjike për rilindjen e strukturave lokale të opozitës. Zgjedhjet vinë një kohë kur PD synon të forcoj bazën në qarqet kyçe, ndërsa sfidat organizative dhe kontestimet e listave të antarësisë mbeten çështje kritike. Në garë për drejtimin e Degës së Partisë Demokratike në Elbasan, pritet të jenë emra të njohur brenda radhave të PD-s. Burime zyrtare konfirmuan se kandidat janë Aurel Bylykbashi, ish deputeti i Partisë Demokratike, një ndër kandidatët me eksperiencë më të gjatë nga të gjithë të tjerët në politikë. Aliz Narazani, ish kandidat për deputet në zgjedhjet e vitit 2025, përfaqësues i Brezit të Ri, i lidhur me këndvështrime rinore dhe alternative. Sokol Shkëlzeni, sekretar aktual i Degës së PD Elbasan, i njohur për kontribute me vlerë në strukturat e brendshme, Elior Vila, akademik me profil teknik, me mbështetje intelektuale, Lumturi Hasa, ish kandidate për deputete, këshilltare të djathtës me fokus të vota e grave dhe elektorati jo tradicional. Fillimisht kandidaturën për kryetare të kësaj dege paraqiti edhe pedagogja Elsa Gega, e cila më pas u tërhoq. Zgjedhjet për kryetar dege të planifikuara të zhvillohen në javët në vijim, janë parë jo vetëm si një garë fort lokale, por si një moment kyç për rigjallërimin e PD-s në Bashkinë e Elbasanit, një nga qarqet kryesore të vendit.